dy shembuj. Ore, si e kupton ti përcaktimin vendesh autokracie elektorale? As më intereson fare. Ja, nuk është debat. Unë në 2018 kam hequr dorë nga leximet e të gjitha raporteve të ndërkombëtarëve. Kjo për arsye personale dhe profesionale, kur unë merresha me këta të Bankës Botërore dhe me këta të FMN-s, ku vinin këtu në intervistonin si ekspert. Zero fare. Asgjë. Zero. Sepse ai ka marrë 1300 euro dita për të thënë këtë që unë e them gjithë ditën e hadru. S'ka lidhje me. Absolutisht, si s'ka lidhje. Çu shkë punë. Tani, po ta them edhe është një debat që diskutohet në gjithë botën, ëh. Diskutohet për Amerikën, për gjithë kjo që po them. Domethënë, është vendi demokracie elektorale apo autokracie elektorale? Shqipëria apo Amerika? Është debat që bëhet kudo, po them, nuk është vetëm përcaktim për Shqipërinë. Absolutisht, po ne nuk kemi në atë stad, është diskutim egalitar ky lufti. Hajde bëjmë, dakor. Është egalitar. Por nuk është kjo tavolina. Dhe nuk është, von sakt. Nuk është kjo Shqipëria, ka një gjë, nuk është kjo Shqipëria. Një institucion ndërkombëtar ka vënë këtë etiketë. Ti je dakord me këtë apo si je dakord? Mund të them s'më intereson fare. Sepse nuk kam arritur në atë stad. Dakord. Nuk kam arritur në atë stad. Atëherë mos flit për zgjedhje. Nëse s'të intereson mos flit për zgjedhje. Flas siç kemi atë. Po si do për arsye sepse unë ta them sot, nëse shqiptarët do kenë një alternativë përpara, 100% që ta votojnë. Pra unë po të marr dy shembuj mekanistik të vegjël fare. Ore, pse nuk u vodhi Rita Tabaku? Mes Tiranës. Po më të them trosh. Ali Mehmeti pse nuk u vodh? Nuk u vodhën zotit, po këta i lan vetë. Tash do shpjegoj shqiptarët pa parime, pa politik, pa filozofi, siç është. Tani ke një fjali të thjesht për këtë të thotë, zgjedhjet nuk bëhen kushtet barabarta, partia është e barabartë me shtetin. Krimi organizuar ka futur dorën zgjedhjet, më thua jo Rita Tabaku. Jam shumë dakord, po them, mua s'më intereson fare çfarë ka thënë ndërkombëtarët. Po jo më ndërkombëtar, çfarë ndodh vendin tonë po them bësh, ndërkombëtar. Ndodhin të gjitha ato. Po a mund të fitojë opozita edhe pa këto? Po, më po. Po lërmë s'ka lidhje me opozitën, nuk kemi opozitë fare, domethënë pse s'po bëjmë dot zgjedhje të rregullt është ideja, domethënë vëri kryqin opozitës, nuk bën opozita. Kjo opozitë nuk kemi. Çfarë ti kërkoj llogari këtij që po më vjedh, pse më vodhe? Ai më vodhe, çfarë ti bëjon? Se edhe kjo s'ka logjike. Kjo rri kratu që ti vazhdo rri. Po mos po i rin krah fakti që unë duhet të jem pak i drejtë në logjikën time, unë nuk jam në krah të këtyre as të këtyre. Po unë kam një farë logjike këtu në këtë analizë që bëj. Dhe unë ti kërkoj llogari, ti që më kërkon llogari për zgjedhjet, për të bërë zgjedhje të mira, kujt i kërkon llogarinë? Asnjëriu më. Asnjëriu më. Po më dikush më përgjegjësinë për zgjedhjet. Të gjithë shqiptarët më përgjegjësi, që nga ata që vodhën atje, që nga komisionerët, që nga ata që shesin gjithë dunjan, që nga drejtësia që thonë ju drejtësia e madhe, unë s'tem drejtësia e madhe, them drejtësia e vogël. Po pse kush e marrë? Ma qeveria? Qeveria mban përgjegjësi si punë e kriminalit vëlla, pasi kapet, procesohet, gjykohet, dënohet. Po si mund t'i thuash dikujt që të vodhi i thuash, "Orë të vit turp që më vodhe." Ai atë punë ka, por. Më tani më thua mua doli një ndërkombëtar më tha që ne jemi kështu. Jo, ndërkombëtar kanë hyrë ka dalë këtu. S'ka lidhje, nuk është debat ky. Ja tani pjesë tjetër je. Por po të them këtë që në këtë pikë ja ta mbaroj, mos u mërzitni. Po, pra, të mora një shembull që është banal fare, pse s'u vodhën 5 veta apo u vodhën gjithë të tjerët? Ore, sepse me të tyre nga zgjedhjet, domethënë vjen keq po nga zgjedhjet. Si? Nga zgjedhjet po them duket se unë nga zgjedhjet nuk pas ke interes fare. Zero. Kështu që po them edhe tjetër, që s'marr vesh fare. Pra unë e lexoj, po ta them pra unë jam një mediokër sot që unë e lexoj si votues. Unë s'u çova fare të votoja, se s'ka më kokër interesi. Tani e dyta, ka dhe një teori tjetër për ta mbyllur këtë teorinë. Tani pushteti na fat gjatë, dakor, të thashë të shkëput nga realiteti, atë që nisa të thosha çfarë. Pra detachment from reality, një teoria botërore, nuk është se e kam shpjeguar. Po, qeveri si falet ti është jetë e shkëput nga realiteti, se është pushtet alla. Po kësaj tjetrës, si e shpjegon ti që është shkëputur nga realiteti? Ka vetëm një përgjigje, ti jetë në pushtet. Tani, në publik, bëhen shumë analiza që ka një farë problemi që ne në Shqipëri kemi problem kulturor, atë që e quajmë analiza statike. Domethënë, disa njerëz, në momenti që bëhen të ndërgjegjshëm për një fenomen, kujtojnë se ky fenomen ishte tani. Ky mund të ketë 20 vjetra se fenomen, dakor? Pra ne kuptojmë si shoqëri shqiptare, sigurisht jetojmë në vakum. Pak a shumë e preku zoti Shehi çfarë që ne mendojmë se ne jemi këtu dhe Evropa na pret ne ka ngecur, ka ngrirë në kohë po na pret ne. Edhe në kulturën tonë si shqiptar, ne mendojmë që ne çdo gjë që bëhet në vakum, vetëm me veten tonë. Pjesa tjetër rri bosh. S'është kështu. Që domethënë, të marr mos marr shembuj që mora tani shqiptar, po të marr një shembull ndërkombëtar, par excellence, dakor? Në Davos para pak kohësh të gjithë u habiten me fjalimin e kryeministit kanadez, nëse e mban mend, çmuan atë, fjalim i mirë, nuk e di e mban mend apo jo dikush këtu.
Pra, gjithë bota e përmendi fjalim. Ai kishte fjalim shumë të mirë, vetëm se kishte një problem. Ishte 20 vjet me vonesë fjalim. Të gjitha temat që përmendej zotëria. Pra kryeministri i Kanadas, 20 vjet me vonesë në fjalim. Sot që flasim ne, edhe shumë analiza që bëhen këtu. Kush është me vonesë? Ja, ta them këtu. Pra, qeveria është në pushtet, shkëput në realiteti. Opozita shkëput në realiteti sepse është në pushtet. Po qytetarët vetë. Tani, dikur qytetarët kanë pas shumë interes për këtë marrëdhënie, për këto diskutime që ne bëjmë sot. Por sot që ne flasim, nuk është më ajo analizë që bëhet siç ishte para 5 vjetësh. Kanë zero interes. Për të gjitha këto kanë rënë i komatoz Shqipëria, shoqëria jonë. Pse? Sepse u ka humbur komplet interesi, sepse edhe shoqëria shqiptare është jashtë realitetit. Shoqëria shqiptare në momentin që ne flasim nuk ka kur fare interesi se çfarë bëhet te Ministria e Bujqësisë, as i kërcet fare. I ke pyeti, dikur i dinin të gjithë emrat e ministrave e përmendesh. Sot po të tha njëri emrin e një ministri, këtu do jemi. S'është edhe shumë për fajt të tyre që si din emrat e ministrit. Jo, e ke gabim. Nuk i din fare, jo për arsyet që mendon ti që ndrohet shpesh. Nuk i din se nuk duan të din fare. Të rinjt që merre mund sot, ore as nuk u kërcet fare. Edhe, unë po të them, nuk e kanë interesin as të çfarë bën politika ekonomike, as çfarë bën te politika bujqësore, as çfarë bën te politika infrastrukture të tjera. Edhe ata pak si punë e time mëje, që është die hard në këtë punë, që është gjenerata e zotërisë që ka më krah, edhe ata pak, këta njerëzit kujdesen që në parlament i bëjnë tap. E ke vënë ti sa muaj ka parlamenti jetëm shahen. Është folur një herë për diçka. Zero fare, kot. Apokalipsa aty thua ti po zgjidhen problemet e Jupiterit, jo të tokës. A thua po diskutohet në gjë e madhe fare. Tani, pse të them ti javë të zotërisë për ta mbyllur dy shifra? Pse të them që edhe shoqëria shqiptare është shkëputur në realiteti? E para nuk i intereson fare se çfarë po bëhet, çfarë diskutime është bëjmë ne, jo tha ai huaj erdhi kot, erdhi ky. 0-0 komplet. Ore fjalë. Dhe e dyta, e keni vënë që vetëm 5 veta ankohen për çmimet. Pra më shumë ankohen unë, zotëria, ti si media. Po i ke parë shifrat çfarë thon? Shifrat flasin ndryshe, Këndezi këndon ndryshe në mëngjes. Këndon ndryshe. Pra, çmimi i famshëm i naftës që po flisni ju është kacafiu, po ti e vurere sa u rrit importi i makinave të naftës në vit? Të merr. Po ti e vurere një tjetër gjë? Shumë interesante, sepse ka të bëjë me një element tjetër në ekonomi. Pra pas kemi para i bie. Këtu do dal pra, trefishimi i flotës. Pas ka të drejtë zoti Mala, është rritur. Trefishimi i flotës së makinave elektrike në Shqipëri, që kjo ka edhe një karakteristikë, që nuk i blen të përdorura. Pra, këtu pas ka dhe kapacitet për të blerë makina të realla. Pra, trefishimi i flotës në shifra me mira, me 10 mira, me mira. Tani, pyetjen që kam unë, jo s'është mirëqenia kjo, është tjetër gjë. Pyetja që kam unë është, ore, mos po diskutojmë komplet jashtë realitetin neve. Nuk po flasim për këtë vend fare. Nga zoti Shehi. Zoti Shehi, cila është arsyeja që përballë gjithë këtyre krizave nuk ka edhe le të themi atë protestën apo frymën e protestës, ku protestat më të mëdha e thret opozita. Jo, ka shumë arsye, se nuk ka një arsye vetëm me këtu. Ka mungesën e traditës demokratike, ne vim nga i shoqëri post-komuniste, si jemi të vetmit ne, po të shikosh